Kasti, vëlla. Shok. Komandant. Lufta dhe disfata na kishin bashkuar. Kurse paqja na shpërndau. Rjeti Vajans, rjeti yt, është bërë për ne si një kujtim i regjimentit ku kemi bërë ushtrim. Si një kujtim i shkollës ku kemi mbaruar mësimet. Kasti, dashur, ne nuk të kemi harruar kur ty dhe këtë liri për cilën tira dëshmor. Këtë liri që me det nuk është veç se hije të vdekurve tanë, por që mbetet një shpresë për jetëshmet. Kasti, dashur, jam i lumtur dhe krenar se të pata njohur.
Ja filloj. Ju doja nisni dhe do ma kaloni mua fjallën. Mos nguni këmbë. Nuk është momenti. Mari, e keni menduar mirë punën? Nuk do të pendohemi. Ç'pandeni ju se jam? Nuk më pas keni njohur mirë. Kafen do ta pim këtu. Urdhroni? Kush dëshiron kafe? Unë. Jo. Kush dëshiron kafe, li të ngrej dorën. Mari, unë dua një çaj. Bruno. Faleminderit, Mari. Mbrëma dhe nuk e pi kafen kur. Mari, ti bon nuk do të besoj se rrobëgjepsi e pamshme Mario Këbrini ju. Vërtet? Për fjalë të nderis, ma përë mendja se ishte një tajit. Për një doktor kaq parizian? Jo, pandeja mos ishe martuar me ndonjë zbulus vendesh të larg. Jo, nuk kam qenë martuar kur. Përse? Kam arsyet e mia. Mirë. Po më thuaj, kjo rrobëgjepsi është një ndërmarrje shumë e madhe? Shumë e madhe. Për hir të këtij zotërie, më lejoni? Ju paraqes për takun tim. Është e para herë që bëj një punë të mirë. Si pas njeriut edhe nderi gjithë. Shtori, shiko se mbrojë. Jo, unë nuk thash për çdo njeri merim, po si pas njeriut edhe nderi gjithë. Gjithkush e di se Mari ka një zemër të florit, por të ftohtë. E pangallueshme. Dashuria është diçka që ka ekzistuar para luftës. Ku e di e ti që ishte dashuria? Ti atëre ishe në moshë fare të re? Në atë moshë dim të gjitha. Kurse të tjerat i marrin në mend. Po va kjo, ha? Lodra hende s'ka filluar. Mari, këtë dansë do të më falesh mua. S'ma ke paguar kur gostitin me ëmbëlsirë. Me qenë se pas kam mbetur detyron se po. Kjo është kënga e... Hajde që ani kom lidhë që. Me që e përdoni shpesi këti poste për të hedhur letrat. Shko. Në më rekollëshme. O? Të shinja ti për ditë. Me leje? Nuk lejohet të kërceni gjithnjë vetëm me njëri nga ne. Edhe unë kam një fjalë për të thënë, Mari. Shiko. Nuk e dija se ju pas kanë dekoruar. Dekorata është diçka e mrekullueshme për të tërhequr mishterinë. Ndihmon që të shtohen honoraret. Po, edhe unë jam beqar. Vërtet? Si ti. Dhe pastaj? Këtë e thash sepse era fjalë. Ç'ke kështu? Je mërzitur? Jo? Ti diçka bluë në mendje. Po, është e vërtet. Atëherë më falni.
dëgjojmë asgjë. Do të dëgjoni pak më vonë. Ju lutem prisni pak. Të mbyllen të gjitha dyert. Asnjëri mos hyj nga kjo derë. Viktorin? Aty. Nuk ka ardhur koha akoma. Ç'po ndodh? Nuk e keni pyetur vetëm? Jo. Nuk e keni pyetur vetëm? Përse pas kaq kohësh? Maria Oktober ndjeu nevojën që t'ju shoh përsëri? Jo. Po nuk jeni kurreshtar që ta dini? E kështë marrë mandi për ne. Mirë, atëre do t'u them unë. Shumë vjetë më parë, në kohën e luftës, kjo shtëpi u rrethua nga Gestapo. Ne të gjithë atëherë mundëm të shpëtojmë. Të gjithë. Si për çudi. Me përjashtim të Kastijë. Kastijën të cilin e vrau një polis gjerman. Këtu, në këtë vend ku ndodhem unë tani. Rjetëvin pas kësaj ngjarje u shpërnda. Edhe nuk u bashkuam kurrë. Pastaj erdhi çlirimi. Ndodhte që nga njëherë ne edhe takoheshim me njëri tjetrin, po kalimti. Si je? Si shkon? Tamam si të huaj. Pa egzagjerime. Shpesh e kam pyetur veten. Si mundi të na gjej gjurmët Gestapo? Si mundi ajo të vi vendin? Edhe orën e saktë mbeti sot. Gjatë këtyre viteve, kjo pyetje ka mbetur pa përgjigje. Por ja, nuk ka perëndi për të shpëtuar tradhtarin. Ku kërkon të arrish? Kuptove gjë? Dikush ja dorëzoi rjetin ton armikut. Ne e dyshonim pak a shumë. Ja dorëzoi njëri nga antarët tanë. Njëri nga ne. Mos të të bëni shaka? Mari, kupton që fjallë të madhe the? S'mar vesh. E përsëris. Rjeti ynë ju dorëzua Gestapos prej njërit nga ne. Joj. Ti e pak si... Së mund të marrë me më? Pas kemi një tradhtar. Mund t'ja thuash emrin? Cili është këtë? Ti. Po, ti gjithë. Jo dhe askush. Ti nuk proteston? Apo është e qartë? Një judë më shumë më pak. Një grua si Maria Oktober nuk bën më kot një akuzë kajtë rëndë. 15 ditë më parë, organizova paradën e parë të veshjeve të mia dimrore. Gjatë paradës, një njeri nuk më ndante syt. Kështu që në fund të mbrëmjes, u detyrova të shkoj të takoj dhe të pyes se ç'gjë të kurresht me shite në sytë e mi. Kështu jeni ju, Mari. E cilëtër. Emri Maria Oktober mu përgjegj ai. Ky emër që i keni dhënë lokalit tuaj, a nuk ka qenë gjatë okupacionit një emër lufte i fshet? Përse e bëni këtë pyetje? Sepse rjeti në cilën bënte pjesë Maria Oktober, më ka sjell dikur shumë nga tresa në jetë. Ky ishte një klient gjerman. Quhet Wilfried Müller. Është ish oficer i zbulimit të Wehrmachtit që punonte dorë më dorë me Gestapon. Shiko se ç'lidhje mund të bëhet, po të kesh një dyqan rrugë qepsi. Pastaj? Pikërisht atëherë më tha diçka që më habiti. Nuk do t'ju zbulonim kur në qoftë se në mes tuaj nuk do të kishit një tradhtar. Juve ju tradhtoi njëri nga antarët tuaj. Këtë e tha në mënyrë kategorike. Njëri nga antarët tuaj. Duke i sinqert. Pastaj shtoj. Më vjen keq. Jo nuk e meritonit një gjë të tillë. Unë ju nderoja për guximin tuaj. Kaq. Po emri? Nuk u dha emri? Emri. Nuk e mbante mend.
Ç'është kjo histori? Pra pas ka pritur kaq vjet që të... Jo, mos më keni këtu. Unë pranoj se mund të kemi qenë viktim të një fjale, të një denoncimi ose të një hakmarrje. Nuk mund ta marr kursesi me mend. Që ti, ai ose unë. Jo, mik i dashur. Besoj se të gjithë këtu jemi njerëz të pastër dhe as shpirti as vetëdia ime. Nuk kemi arritur akoma tek fjalimet e avokatit të mbrojtjes. Le të supozojmë se një fondorin shkoi dhe u takua me klientin tuaj, Wilfried Müllerin. Ky shkoi me qëllim në çes rrjetin. Ç'provë mund të kemi në dorë që ky mik nuk është quajtur Marinval? Apo nuk është paraqitur me emrin tim? Mund të plas? Po. Ka parashtrim. E pra, tani do t'u tregoj të gjitha. Rrjetin e dorëzova unë. Po unë. Një qatë çmendurie. Ndaluni këtu, jeni të kënaqur. Unë s'pajtoj me këtë gjë thanë. U fol shumë. Ose nuk u fol mjaft. Jemi mbledhur këtu edhe po i bëjmë lajka e njëri tjetrit. Ti je një tip i mrekullueshëm, po ti tjetri je edhe më i mirë. Atëherë kur pas kemi qenë kaq të mrekullueshëm, duhet t'japim provë. Le t'i hapim së ndyqet e të bëjmë inventarin. Po. Në qoftë se do të ndaheshim në këtë çast, mua më duket se fjala mirupafshim ka një kuptim të rrem. Se ato fjalë nuk do ta thoni me këtë zemër. Do me thënë dyshimi, tani është këtu prapa kafës. Edhe dyshimi është shkatëse i çuditshëm? Apo jo, doktor? Nguli skandalozni me dojë mos të lodër pa kuptim. Më vjen të qesh. Dhe ai që ka tradhtuar do të marrë një shpërblim, a? Bravo. Do të kalojmë një natë shumë të gëzuar, të mbledhur bashkë. Ti. Më duket se nuk po i thellon mjaft punët. Kam të drejtë çfarë dhe unë mendimin tim apo? I ke të gjitha të drejtat, duke përfshirë edhe të drejtën për të bërë shaka pa kohë edhe pa vend. Qesh mirë, ai që qesh i funit. Kërkon të thuash me këtë fjalë? Asgjë. Mos do të thuash që unë... Nuk duhet të them asgjë. Po nuk më pëlqejnë drama. Nuk i përshtaten shpirtit tim. Ju pa i mundoni vete për një ngjarje nga koha që s'mbahet mend, kurse unë e kam hedhur tutje të kaluar. Po si do qoftë? Jam në dispozicionin tuaj. Kështu pra. Ne jemi edhe gjykatës, edhe të akuzuar. Po mirë, ja u muar unë vesh. Po pastaj? Çfarë do të bëjmë atëherë kur do zbulojmë fajtorin? Ka të drejtë. Ta zëm se unë jam fajtori. Po hova. Pastaj? Do marr kapelen. Do t'ju them të gjithë dhe miru pafshim dhe jeta do vazhdoj se gjithnjë? Si u e bënim tradhtarëve më 42-shin? I vrisim. O tani, nuk jemi në 42-shin, Bernard. Ta zëm se drejtësia e ka zgjidhur tani çastin e saj. Po thuaj më saktë, Mari, se e nisi me vonesë. Dhe la që t'i kaloj ky çast. Nuk ka më njeri. Ka mbetur një fajtor. Fajtori është këtu. Fajtori hëngri darkë bashkë me ne. Fajtori duhet dënuar. Mari, gjatë këtyre viteve, ky njeri e ka gjetur përsëri pa fajsin e dikushme. Ai ishte tani një njeri ndryshuar, Mari. Që ndofta nuk e kupton fare se ç'i pat ndodhën atë kohë. Po ti? Mos po mbron vetveten? Unë nuk mbroj asnjëri. Lutem dhe falem për të gjithë. Në fund e fundit Leguevani ka të drejtë. Nuk mund të ekzekutojmë kështu një individ në mënyrë të ftohtë, midis nesh. Unë nuk do të kisha kurajën ta bëj një gjë tillë. As unë nuk jam mjaft i Zotit për të bërë një gjë tillë. Më duket se dikur, një i dënuar me vdekje, pastaj falu ka shkruar. Se për të vrarë me vetdije një njeri, duhet të kesh besim. Ndryshe, thosh, vret nga frika ose për akmarrje. Dhe kjo s'është e mirë. Sonte t'ju them të drejtën, mua mungon fare besimi. Veç kësaj, pas kaq vjetësh një organ i rregullt gjyqësor mund të vendosë ndoshta dënimin e fajtorit. Por ky dënim me siguri nuk do të zbatohet. Dale.
Ju e ndryshuat shumë thelbin e çështjes. Tradhëtari është tradhëtar. Edhe unë jam i mendjes se nuk duhet kemi mëshirë për një njeri të shitur. Të lutem. Tani fole si njeri. Unë votoj të dënohet me vdekje. Në këtë rast, ti do të jesh xhelati i të zbatoj vendimin? Unë xhelati? Po. Ti gjykon, ti dënon. Pra ti ekzekuton. Gjykoj. Dënoj në qoftë si akuzuari pohon. Po, tek e fundit, këtë punë do ta shohim. Duhet të studim dosje. Atëre ta fshim me fshirëse. Rjeti u captua. Mish tuaj u zhdukën. Kaspi u vra. E të gjitha këto u dashka tani t'i hedhim tregtarqin në llogarinë e fitimeve dhe të humbjeve. Vetëm se po ta bëjmë një gjë të tillë, ne kurrë nuk do të mundim ta shikojmë njëri tjetrin drejt në sy. Miq të dashur, po ne as miq nuk do të jemi më. Ne të gjithë do të jemi të dyshim. Më 43-shin ju ishit më pak të ngurtë. Atëherë do duhet me vdekje, Fransuan. Edhe më ngarkohet muaj që ta kryej këtë vendim. Po. Edhe në qoftë se nuk do të zhdukim atë që na trahtoi, do ta bënim Fransuan viktim të një padrejtësie. Edhe s'do mend. Në këtë rast unë do të isha më i poshtë të poshtërve. Jam në gjendje të them se që duhet të bëjmë. Unë e di se që duhet të bëjmë. E kam një zgjidhje. Fajtori, do të vras vetën. E pranoni? Unë pranoj. Po të kundërshtoje do të thoshit se fajtori jam unë pra. Unë e pranoj. Vetëm se këtu ka një të keqe. Tradhtari nuk dorëzohet me dëshirën e vet. Ashtu është. Po kjo gjë s'pranohet kurrë. Unë protestoj. Unë nuk e pranoj këtë zgjidhje hipokrite. Sepse askush nuk ka të drejtë të vesh të doj. S'ka rrugë tjetër më të mirë. Më dëgjoni mua, ju lutem. Ja lini këtë punë Perëndis. Domosdoshmë, ti s'mund të thuash ndryshe. O këto pallavra i njojnë. Perëndia jote nuk është në gjendje as për të shpëtuar një të pafaj. A mos vallë Perëndia protestoi kur e kryqëzuan atë tjetrin? Perëndia nuk ndodhet kurrë aty afër kur ja ke nevojë. Po shoh Simono. Po flet marzira. Sikur të dëgjonte Papa i Romës. Budalla. Po ç'duhet të bëjmë atëherë sipas teje? Në qoftë se fajtori nuk pranon të vras veten? Këtë punë më lini mua. Se kam humbur dorët. Atëherë do të më kesh kundërshtar. Mirë. U morëm është. Renault. I ke menduar pasojat? Si do i përgjigjesh policisë? Si do justifikosh këtë kufom këtu, Renault? Në shtëpinë tënde? Edhe këtë punë ka menduar fare mirë. Tradhtari do të nënshkruajë një shkresë, në cilën do të pohoj fajin e tij. Edhe pastaj do të shtoj se vrau veten. Kufoma do të shkarkoj nga përgjegjësia. Kufoma? Po cila kufoma? Çudi? Flasim sikur pas kemi qenë të gjithë të pafajshëm. Po, është e vërtet. Jemi të pafajshëm. Të gjithë. Me përjashtim të njërit. Ose të njerëz. A më falni. Ju lutem. Mos qëndroni në më dyshje. Njëri nga ne nuk do të dalë i gjallë nga kjo shtëpi. Pranohet? Doktor Thibon e kërkoj në telefon. Po, doktor Thibon.
Qëtoni si kur t'u lëshëm? Se përrim në këmbë, shkojmë, vim. Viktorin, si në likër? Je kreti pa ndërgjeshëm. Të së murë më presim me padurim. Më duhet shkoj në klinikë. Ndofta dhe unë. Whisky? Gin? Like e lullë shtrysh? Bernard? Zonja Mari? Marival. Gota e fundit e rumit. Cigaren e fundit? Gjergji? E pra, si do të veprojmë të ne? Fol ti, që je jurist. S'kam asnjë të drejtë flas. Këtu jemi në ilegalitet. Tamam. Si në 43-shën. Pas mendjes sime, do t'ishte më mirë të merrim në shqyrtim ata që kanë pas marrëdhënie me gjermanët. Ç'thoni? Ata që kanë bashkëpunuar me armikun. Por, pa që janë të detyruar ama. E cili është francezi që në kohën e okupacionit nuk ka qenë i shtyrë nga rrethanat që të ketë lidhje me okupatorin. Unë vetë kam mbrojtur procese përpara gjykatave ushtarake gjermane. Ti. Unë? Në kohën e okupacionit. A nuk beje dallavere tregtare me armiqt. Te po e gjej për herë të parë. Merje pjesë apo jo në tregun e zi. Merresha me tregtinë e ushqimeve, kaq. Po me ato të stofrave të lishtë. Pastaj? Ku gje e sofrës? A mos duhet të jepi në një rushfet gjerman. Shiko se po e të pranë shumë. A, jo më kuptoni? Kush ju furnizon të juve të gjithve? Kush i dërgon të papa shokve në frenë? Në atë kohë, gjalpim nuk u duke jaspak se mbante erë uniforme ushtarake gjermane, Kujton se do të ngrem doj përmendore prej margarine, që të përkujtoj mirëbërjet e tua? Nder, atë dhe edhe i ndyrë. Kam patur marrëdhënie me gjerman, po me qëllim që t'ua hedh. Kurse ti ke patur marrëdhënie në shtrinj. Unë në nështrosha. Ke qenë punës. Nuk unë nështrosha. Vetëm me prorëve të mi. Ashtu? Ashtu? Mirë. Që bërë atë ditë që nuk erdhe në takim? Të kujtojt atë ditë? Ka qenë shkurt ose marsi viti 43. Marsi 43? Kishim në takim me Tron Sendeni. Munda. Ti nuk erdhe në takim. Pse? Nuk e mbaj mend. Sepse të kishin arrestuar, Po? Gjermanët hynë në shtëpinë time, e kërkonin parashutist. Ty të arrestuar? Mua dhe të gjithë banorët të shtëpisë. Nuk të mbaj. Ajo më mbajte. 48 orë për të kontrolluar letër njoftimi. Dhe të lëshuan, kështu? Po më lëshuan. E çfarë? Po arrestuan edhe Kostan. Edhe Bomonin. Edhe Verzhar. Po nuk i pa më kur. E pastaj? Ka të kisha për të. Dale, vjen se më duke se po largojme nga thelbi qështë. Po ti! A nuk e shtypu revistat për japshme gjermane? Këto revista shtypeshin me shtyp shkrojen kur unë punoja. Por kjo gjë më lejon të pregatisja letër njoftime falso, triska ushqimesh, që të mos përmend këtu traktet dhe pasaportat. Natyrisht. A mbën mend kur më sili ato skicet e tua në shtyp shkronjë çdo të marr. Herën e parë që e pash, fliste gjermanisht me një oficer të propagandës me shtathenin. Me shtafen? Sikur të kishin qenë vlezër. Sa po që dija një gjutë huaj, do mos do që do flisje.
Edhe unë kur më propozuan që të bëja pjesë në rjet, pa ndenë në fillim se kisha të bëja me një spiune. Unë spiune? Po, pastaj vazhdova të punoj në rjet e ndodha më shumë për ty, se sa për çështjen. Le të mundohemi të sillim në mend se ç'ndodhi mbrëmjen e mbledhjes së famshme. Kur na bastisi Gestapo. Unë s'mbaj mend. Veç se u ambafa me të katra dhe theva rekordin e vrapit për 100 km në parë. Po me qenë se nuk e kisha tretur mirë ushimin që kishte gatuar Viktorina. Më thua, që kisha gatuar atëna? Po një darkë pak si të rënd për stomakun tim. Sepse i gustisni të ushqimit pa e mllaqitur fare, që kisha gatuar? Një këndez të fërguar me verë. E mban më? Besoj se ke endet pa tretur stomak. Ju pëlqen nga hera këndezi fërguar me verë? Nga hera, Viktorina. Po ti, more, s'ke ndryshuar fare, gjithë një lopës. Sa për të tjerat? O, Perëndi, jo, do të më vinte zofti, thosh atu. Po i shikoni me ta sy ato kofshët e vajzave që shkoni me bicikletë. Viktorin, ju lutem. Me prieshtim të kostumit edhe tani jeni djali bukur, si dikur. Viktorin, ju lutem, mos flisni marrëzira. Kur takoni ndonjë nga ato mikesha tuaja të dikurshme, edhe kjo besoj se ju ndodh shkaj sepse ato janë të shumta. Pse thoni valla? Dashur Viktorin. Na lini të qetë. Mirë. Punë që bëhet. Si do qoftë mund të më flasësh me një ton tjetër, se të gjithë këta që janë këtu do të mendoj se nuk të kam edukuar mirë. Përse kështu birin, përse kështu Rono Pikaro, jam e sëmur me reumatizma, të lutem. Çfarë? Pra le të kthehemi tek takimi. Atë natë ishim mbledhur të gjithë rreth Kastijit. Nuk ishim të gjithë. Disa mungonin. Je i sigurt? Shumë i sigurt. Pra me qenë se ata që mungohen nuk kanë se si të mbrohen, atëre po të duhem të dyshojmë e dojmë mos dike. Atëre, është e qartë. Se po ta kisha tradhtuar rrjetin, unë nuk do të vinjat me një pjesë në të mbledhje. Ishte rrezik të ndodheshe në mes të zjarrit të anëve. Kurse unë isha aty. Edhe unë. Edhe unë. Po unë nuk isha. Është e vërtetë. Ku ishe? Qetësoni. Kam prova. Kastiji më kishte dërguar 4 ditë më parë për t'i shpënë para një rrjeti në Sen Malo. Edhe të deshën 4 ditë, sa të ktheheshin nga Sen Malo? Po. Sepse në të kthyer u bllokova rrugës për shkak të bombardimit të Ruenit. Ky bombardim nuk më kujtohet. Banorëve të Ruenit u kujtohet shumë mirë. Shko ti pyesësh. Me të vërtet, Blanche. Më duket se edhe ju nuk ishit në atë mbledhje. Keni të drejtë, atë mbrëmje nuk erdhe në mbledhje. Pse sa thua? Po unë që po bëj? Atë ditë kisha të nxehta të mëdha, 39 gradë gjysmë. Megjithatë do të kisha ardhur në mbledhje, po e zonja shtëpisë më qortoi kaq ashpër sa u detyrova të rri në shtrat. Përse sa ne mbrove? Jo telefonova. Po ti s'ke patur telefon? Unë nuk kisha, po kishte pjetonje në qoshe. Thua se zbritet telefonosh. A nuk the se kishe të nxehta? Nuk telefonova unë. Por e zonjë shtëpisë, një lloj është. Me cilin foli? Ku ta diu? Mbase me Kastin. Kasti nuk është gjallë. Kështu që ai nuk mund të të përgënjeshtrojë. Pse më mërzit? Kur them se e zonjë shtëpisë telefonoj, kjo do të thotë se telefonoj, more vesh? Edhe fondja pas kaq vjetësh ti guxon të më pyesësh? Kur njeriu ka qenë përzierë në një ngjarje kaq dramatike, nuk besoj se ka mundësi t'i ketë haruar ata. Ke të drejtë. Kështu pra fjala vjen nuk e kam harruar akoma një grindje që ke patur me Kastin, disa ditë para se të vritej. Jam munduar gjithë një të zbuloj shkaqet. Dhe nuk kam mundur. Një grindje me Kastin? Po. Unë jam ngrindur shpesh me Kastin, sepse mendimet tona për sa i përket veprimtarisë së rjetit ndryshonin. Kasti ishte njëri i shquar, por jashtëzakonisht çnjërzor. Një doktrinar i papërkulur. Përkundrazi, ishte një njeri shumë i ndjeshëm. Unë këtë apohoj, Mari. Isha njëri turbullonjës, nazetar, i pashtruar. Nga ky shkak edhe kemi pasur disa grindje. Por pa pasojë të rënda. Thua ti, pa pasojë të rënda.
Po të mos kisha ndërhyrun Kasti, do t'i kishte thyer turit. Po mos kishte ndonjë rivalitet të vogël midis jush? Mendoni mirë. Nuk e besoj, Rushie. Më fal, po. A nuk të duke se në këtë ngjarje ti mbroje dikë? Besoj se mund ta them. Se për Mario Oktober nuk kam pas veç ndjenja miqësie edhe vrasërore. Ke haruar ç'kisha? Ose ke një bot kuptim më vete përsa i takon miqësisë vllazërore? Kurse unë nuk e kam haruar një natë që kemi qenë të dy vetëm për vetëm në shtëpinë tënde në rrugën Richelieu. Ti atë natë të tregove një gojtar kaq i shkatët, se nuk e di ç'do të ndodhte, po mos ta ndërpriste fjalën një alarm. E shoh se ti ke arritur te Perëndia nëpërmjet grave. Nuk mund të kesh grimje, Leguevan. Midis njeriu si ti dhe njeriu si Kasti. Pa ndonjë arsye të rëndë. Duhet na e thuash të gjitha, Leguevan. Sepse përndryshe kemi të drejtë të marrim me mend gjithçka. Hajde, filloje, shpret. Mjaftë të drdëllitëm. Pse ke frikë? Në këtë çast nuk mendoj për vete. Po për ju. Nuk ju mjafton njerimi që keni? Njeriu është i mirë kur është i keq. E nuk i ka hije një tjetrit. Unë nuk mund t'u a them. Kasti të kishte akuzuar se kishe vjedhur 3 milion. Është e vërtet? Po. Është e vërtet. Pashaka. 3 milion në atë kohë? Rrjetu im kish marrë nga Londra shumë të rëndësishme, të caktuara për sektorët e organizatës sonë. Për një qëllim të tillë shkova në Sen Mala. Mirë, po 3 milionët që mbane Kasti me vete ishin zhdukur. Çfarë sy e kish Kasti të akuzonte? Atë kohë, veç veprimtarisë së rjetit, unë bëja një jetë personale shumë të turbut. Edhe që kërkonte shpenzime të mëdha. Bëje jetë shturur dhe kishe dorën e shpuar. Isha plot borxhe, Marinval. Nga kishka kjo e merri me mend. Se kur Kasti më tha se dyshonte, unë si njëri gjanëzet që isha nuk e mbajta ato të vete. Për fat të mirë aty ndër e dhe në ndave. Kështu shpjegohen të gjitha. Çfarë? Prirja, veladoni, djalli e tundoi, Perëndia e shpëtoi. Kasti nuk akuzonte kur pa prova. Nuk kam asnjë lidhje me këtë vjedhje. Më beso. Nuk besoj asgjë. I dyshoj të gjitha. Këtu gabon. Dyshimi kundër Leguevanit ka qenë i padrejtë. Këtë më tha vetë Kasti, të mesme pas grinis. Edhe nuk u muar vesh se cili ka qenë vjellësi? Këtë do të merrem vesh pas disa minutash. Kasti do ta demaskon me këtë njeri në mbledhjen e fundit. Por Gestapo nuk e lejoi që të arrijë qëllimin. Në mbledhjen e fundit? Po. Sikur e dëgjoj edhe tani zërin e Kastit që më tha duke hyrë në këtë derë. Vjetësi është këtu. Pasoj, njëri nga ne shpëtoi faqevar. Po. Këtë njeri e shpëtoi Gestapoja. Pikërisht ashtu. Këto nuk më duke gjëra serioze. Nuk më pëlqen historitë e vjetra. Po ty ja tërmend s'mund pëlqejnë. Ti e gjallë. Gjallë. Ndodhi që shpëtoj. U rëshqita nga dora krijer atyre gjermanëve tu. Po të duhet shkruaj që të protestosh. Jam gjallë. Më pëlqen se jam gjallë. Po nuk ka jetëroj. Ta dish se mua nuk më duket asgjë jeta nëse nuk ja marrim hakun Kastit. Nuk di çka qenë për ju Kasti. Por unë s'kam njohur njëri tjetër që të ngjas atij. Ai më bëri njëri të vërtet. Nuk di nëse Kasti më dëgjon, por unë i them me zë të lartë. Zoti Kasti, sonte do t'u marrim hakun. Kam derin e madh t'ju përshëndes. Edhe unë e doja Kastin. Ishte një njeri për para të cilit as ta shkonte në mend të silleshim keq. Mirë thë. Nuk donim ta çudisnin. Donim vetëm ta nderonim. E pra duhet shkojmë dhe në fund. Kjo është rruga e vetme për të treguar se kemi mbetur besnik atij. Ai që na shiti nuk trahtoi vetëm Kastin, por trahtoi të gjithë ata që nuk i pamë. Të gjithë ata që nuk u kthyen më qendej. Prisni. Ndofta ka ndonjë lidhje midis shkakut edhe pasojës. Midis vjedhjes edhe tradhtisë. Është po fundi e 3 milion mund të kesh shërpyrë për diçka. Ai që i vodhi buri më njëna dhe ku mbaruan të gjitha. Po më thuaj,
Ti më duket se ke hapur një kabinet të madh mjekësor. Po, Koston shumë një kabinet? natyrisht. Në kohën tonë ti s'kishe asnjë frag në xhep. Punoje në një garazh, kështu? Nuk desha ti mbetesha detyronjës sa skujt. Më 46-ën ti hap një kabinet të madh mjekësor. Po dhe ky kabinet ka kushtuar më shumë se 3 milion. A mos trashëgove në një pasuri? Kabineti më la trashëgim doktor Kareli sepse u martova me të bien. Ai hoqi dorë nga puna dhe më la të gjithë klientët e tij. Tani po të them se do të ishte më mirë të tregohesh më i matur kur heton shokët tu të vjetër. Desha të pyes diçka. Desha të lutesha të kthemi në çastën të kaluarën. Dhe t'ju them. Mos që ka ndodhur që nga 42-shi, gjen me 43-shin, të keni dyshuar për ndeshmërinë e ndonjërit nga ne. Që thua ti, Simono? Kur? Tradhti nga jashtë po, nga brenda jo. Ti, Blanche. Vetëm në ndonjë çast kam pasur dyshime, po kur s'kam pasur prova. Veç kësaj që atëherë ka kaluar kaq kohë, kështu që Unë po. Kam dyshuar dikë dhe dyshoj akoma. Edhe ju e keni dyshuar. Emrin e tij e kam në majtë gjuhës. Cili është? Jo. Jo. Do të ishte një punë shumë e lehtë, Të paktën ki guzim të shpresh mendimin tënd. Unë kam guzim të ke mendimet e mia, por i mbaj fshehur. Si, nuk do të përgjigjesh? Do të përgjigjem në mënyrën time. Randami votoj. Hajt tani, votoni edhe ju. Hajt, me guzim. Të shohim pastaj nëse përputhen apo jo mendimet tonë. Kjo është një mënyrë pak si... Unë jas duhet të thonë se... Ku që di? Mbasaj vërtet do të dalë nga kutia e votën. Ke besim tek plaku i timrit, a? unë nuk. Refuzon të japësh votën? S'ka më mirë. A e dini se ç'do të dalë nga këto vota? Përbuzje dhe urrejtje. Nuk marr pjesë. Nuk urrej asnjëri. Urrejtje. Simono, unë votoj kundër Simonojt që të vërë mend e të mos i shpëtoj vrasësit nga dënimi. Askush nuk do të ndyj duart, a? Simono.
Simona. 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 Miske dhe bardh. Simona. Simona. Kështu pra. Unë që kam tratë thari. Ky ka qenë mendimi vetë? Unë që kam tratë thari. Votat kanë qenë dhe fshehtë. Shumë e drejtë, Ruzhje. Ka patur një votë të bardhë. Kështu që unë nuk do të marrë do të besh kur se kush votoj kundër meje. Kjo ju vjen për e sapë, ha? Unë e hodha votën e bardhë. Shiko. Cila do qoftë bindja ime, unë nuk mund veproj ndryshe. Bindja jote. Me ditë. Votën e jetë të bardhë. Po mendimet i ketë të zeza. E marrë të djallit perëndim dhe ardhë sa më shpejt fundin votës. Edhe ti pleshe? Mendom se unë jam maskara. S'mund të them asgjë. Po duke dyshuar voton kundër me jema. Si ti bo? Ky është një gabim i rënd nga ana jote. Ke gabuar diagnozën? Unë s'jam i vetëm. Po. Do me thënë që në fillim të mbrëmjes e kishit këtë dyshim kundër meje, edhe nuk më thoshit asgjë. Ju pandeja më të guximshëm. Nuk u morëm vesh midis nesh. Votimi një zëri kundër teje u bë... Pa paramendim. Rastësisht. Një përfundim i rrethanave. Por që të më dyshoni, duhet të keni prova. Ose të paktën supozime. E cilat janë këto supozime? A di nga vjen ti? Nga vi unë. Në 1934 isha fashist. edhe luftove në Spanjë. Për Franco. Ke bërë pjesë në komitetin Francë-Gjermani. Me Brionin. Edhe pas armëpushimit krijove në Sorbonne. Shoqatën universitare Francë-Gjermani. E pra, duhet ta pranosh se ke një dosje politike mjaft të mbushur. Po. Por duhet ta dini se më 42-shin, kur Gjermania dhunoi marrëveshjet e armëpushimit, i shkëputa lidhjet me këta njerëz. Mund të shtoni arrestimin tim nga ana e Gestapos. Burgun e Frenës, transferimin tim në fushën e përqendrimit të Drancios. Dhe ju e dini se si dola nga kjo fushë përqendrimi. Kur e njoha Kasti, ja tregova të gjitha. Nuk i fsheha asgjë. Kasti më futi në rrjet. Ai u bën torzëvës. Thoni se Kasti nuk ishte vigjilent? Është e qartë. Se me që Kasti i pati besim... Ju më dyshoni. Por kam dhe unë disa pyetje që duhet ju bëj. Pak më parë këtu u fol për një vjedhje prej 3 milionësh. Duhet ta pranoni se pa dyshim ka një lidhje midis kësaj vjedhje edhe tradhtisë. Kjo është një hipotetë. Më thuaj, të tha me të vërtet Kasti disa minuta para mbledhjes se nuk dyshonte më tek Leguevani? Po. Edhe se e kishte zbuluar vjedhjen. Edhe se do ta demaskonte. Po. Të tha se vjedhsi ndodhej atje? Do me thënë këtu. Po. Unë nuk isha atje. Ndodhesha në Rouen, në bombardim. Pra s'ka asnjë dyshim se njëri nga ju duhet jetë vjedhsi. Dale. Aso nuk isha. Mungoja se isha i smur. Nuk ua tregoj emrin e vjedhsit. Nuk pati kohë. Gjermanët arritën pothuaj në atë çast, 10 minuta pas fillimit të mbledhjes. Po gjatë këtyre 10 minutave? Çuba. Mirë, do ta shohim. A doni ta ngjallim dhe një herë atë mbrëmje ashtu siç ka qenë? Po. Ishim mbledhur rreth 8 ryeza. Kasti ishte ulur këtu, sikur e shoh edhe tani. Unë isha këtu. Unë isha... Ku? Unë isha këtu. Unë... Këtu diçka nuk është në rregull. Po unë atë kohë po dëgjoja Radio Londrën. Po, vërtet. Diçka nuk është në rregull. Maria Gjeta,
Në 43-shin kjo ndarje nuk ekzistuar. A po, ja. Unë ndodhesh e këtu. I falem kujdes shtuirën. Unë isha atje. Unë këtu? Po, unë isha këtu. Tu isha. Atëre, më thoni që bët në këto 10 minuta. Sa për të filluar, lexova një komunikat në Londër për një sabotim që duhet organizonin kundër një transporti trupash. Pastaj diskutuam. Në një qast Kasti i tha se kishte nevojë për një hartë që e kishte harruar në maqinë. Më dha urtë vetë ta marr. Pra unë dola. Që këtu filloj. Po. Jashtë, pas në hyrje të Lulishtes, disa vetura me dritë të figura. Dhe gjerman të armatosur me automatik. Atëherë u ktheva vrap dhe lëshova kushtrimin. Kastina dha urdhër me një ekipi. Ishim të rrethuar. Unë shkova në kuzhinë. Lajmëroj Viktorinën. Nuk e vani dhe unë ikëm në këtë. Po, unë ju ndoqa. Dhe u gjendëm 800 metra larg nga ky vend. Pa në një korridor të tënde. Po ti? Kush? Ajo? Po. Nuk do të ta praktiste Kasti. Pse? Komedi. Më në fund u gjendëm jashtë të tre. Por Kasti kujtua se kisha harruar diçka të rëndësishme me Tryes. Korrespondencë nga Londra. Po. Atëherë ai edhe unë u kthyem këtu. Dhe kjo na solli katastrofë. Kasti po merrte dosjet, unë po e ndihmoja, hyn gjermanët. Kasti qelloi 2 herë me revolver, po gjermanët u përgjigjën me breshërim automatik. Dhe Kasti vëshëm i vrar. Çasti keq. Unë për fat nuk kisha armë vete, për ndryshe do ta kisha psuar. Pastaj? Pastaj bastisën mua më arrestuan, më muar me vete, por duke kaluar urën e scenës makina nga ndalsoj shpejtësinë për shkak të një kamioni. Atëherë përfitova nga rasti dhe u hodha nga vetura brenda në senë. Në çaste të tilla njeriu nuk pyet se uji është i ftohtë. Rreth me eran plumba, dhe njëri nga ato plumba më goditi në supë. Siç duket ata pandejën se unë isha mbytur, kështu që nuk më ngulin këmbë. Çfarë kishte kur hyri në shtëpinë time? I lagu, i gjakos. Edhe ndërkohë më prite me të shara, me të bërtitura. E po unë sa po isha kthyer. Isha duke hapur valizën. Megjithatë e hoqa plumbën. Edhe shkuam jashtë për mjekuar plagën. Kështu është. Në qko si pas te u vra Kasti? Disa qaste pas jërë në Gjermanë. Pse? Si pas te, pas sa kohësh? Se di 5 apo 6 sekonda, 2 të shtena revolverit, breshërim automatiku, kaq. I e i sigurt për këtë? Po këto që di pikërisht i kam paguar fare shtrejt. Sikur s'po të marrë vesh. Pse? Por ja, ndofta është e vështirë kjo do të them. Por në ato që thua ti diçka nuk lidhet me historinë tënde. Për shembull, pikërisht, në çastin kur gjermanët hynë në këtë dhomë, dhe deri në çastin kur dolën me ty si rob, s'pati të shtëna. Si nuk ish? Nuk ish. S'pati të shtëna. As të shtëna revolveri, dhe as breshëri automatiku. Po gjatë se kohë ti nuk ishe këtu. Nga e diti. Aty ishe. Si? Po, ti nuk ishe aty, ti ishe i smur. E zonjë shtëpisë, telefonoj nga pjetori. E gjithë kjo është e vërtet. Nga fundi pas ditës unë ndje vetëm më mirë dhe përfitova të largohe. Zonja kështë dalë në pazar. As njëri s'të ka parë. E po sigurisht. Gestapo erdhi me të njëjtën kohë me mua, thua se ishte pas meje. Po pse nuk i the këto që parë kur të pyetëm? Kisha frikë mos më padistit. Ti është zbulus me Gestapon duket punë e letë? Edhe pse e mirë nevojshme të flasësh tani? Por jo, ka gjëra që njeriu nuk i ruan dot për vete. Edhe pse ka stiv di që unë nuk mund të lë pa kujtuar. Unë nuk e di s'lo luan, Blanche. Unë i përmbajem atyre që thash. Ka sti i qëlloj, Gjermanët u përgjigjën, ka sti i ra. Në një breshëri automatiku? Po. Jo! Pati të shtëna para se Gjermanët hyrin këtë dhomë.
o dëgjuan 2 të shtena revolveri. Pastaj të shtena të tjera jashtë, pastaj ata hynë në këtë dhomë. Dhe këtura heshti plot. E plot. Në përgjithësi një breshëri automatiku bën dëm. Nuk bure re gjurën plumbash? Asnjë gjurë. Atëre ky duhet këtë qenë një automatik me tapa. Na thuaj diçka. Se di, kanë kaluar kaq kohë. Përpiqu t'i kujtosh. Po jo. Unë isha këtu. Kasti, po, ja këtu. Ishte një klapie të merresh me zgjohesha dhe nuk të kujtohet më asgjë. Atëherë Kasti, po, e gjeta më kujtua, keni të drejtë, nuk ka patur të shtena me automatik. Këtu hynë Gjerman të armatosur me automatik pikërisht në këtë dhomë, po ato kur nuk qënduan. 2 polis të vesur civik hynë të armatosur me revolver. Ata hynë nga kjo derë, edhe njeri prej tyre e vrau Kastin duke qëlluar nga prapa. Kaq. Po, kanë hyrë nga kjo derë. Jo, askush s'ka hyrë nga kjo derë. Po ju nga dini? Në isha prapa. Ku prapa? Pikërisht prapa derës. Kur në Gjermanët, zoti Pikar eri të kërkoj në kuzhinë. Po, edhe ju refuzuat? Po, për shkak të romatizmës time. Ai më tha që të shkoja me të dhe të fshiesha në cisterën, po unë një grua në këtë moshë, edhe ti më le ati me macen pra njujme, manat? Atë kafshu fillota për këdheli dhe bepas, dëgjova të shtëna në park. Në park. Atëherë desha të vi për të parë se ç'po ndoste këtu. Me të arritur pas derës dëgjova një zhurmë, një si muzikë. Edhe shtanga në vend me macen që m'ja ullinte. Pa prit mas më zuri frika dhe nxitova përsëri të fshiesha në cisterën. Po në dhoma, kishe të shtëna? Jo. Dëgjova vetëm hapa dhe të thirrura. Shpejt, shnel. A thua se ishin bishat e egra. Ç'thua ti? Për të gjitha këto? Nuk e di. Nuk më kujtojnë. Gjithçka që mund të them qëndron atë që Kasti është vrarë para syve të mi. Kaq. E po në qasë u s'mbajta shënime se hynë nga kjo derë, apo nga dera tjetër. A i ka të drejtë. Si? Do t'i kthehemi përsëri për asjes Kastit. Më parë të sqarojmë dhe të gjejmë faktet, të dimë se kush është vjedhsi. Ashtu është. Desha ruam të dhe gjithë puna po ngatrohet. Sa po ta gjejmë dhe gjithë shka do sqarohet. Ti. Në 44 nuk ishte asnjë grosh. E po diçka nxirja. Besa me zor, po, unë punoja rregullisht. Disa herë arvatet më hedhësh atëherë, por me kohë. Dhe ty, së shkollaj? Megjithatë unë të kam dhënë para borxh disa herë. Shumë atë vogla, por Tani po ja dalim banë. pa më thuaj. Më lër mua ta pyes se kam për zanat. Në ç'vite bleve shqipshkërën? Më 46. Është një shqipshkërën mjaft e madhe. Po. Sa pagove për Kjo është puna ime. Nuk besoj se ke ndonjë arta. Jo. E bleve me tholla në dorë? Kjo punë s'të duhet ty. Nuk bëhesh pronar kështu kot. Dhe mos goxo të më thuash se ke fituar llotarinë kombëtare. Pra me çfarë parash e bleve shqipshkërën? Ori dashur unë ty nuk t'jap llogari. Fundet je di mirë se unë s'kam bërë në gjithë pale jushme. Nuk përceton me këto përgjigje. Atëherë çfarë doni? Atëherë të para, nga i gjet. Një mik mi dha borxh. Një mik, të dha para. Merret në mendi, ka shok që t'japin para borxh. Kjo gjë ty të habit? Cili mik? Një mik jote se një mik. I keni nënshkruar dokumentat? Jo, midis miq. Ku mund ta gjejmë këtë mik model për ta pyetur? Ku banon? Ku banon? Në Varreza ka vdekur. Pa ja thyer borxhin. Mos kujto se jemi budallaj. Më kuptoni? Jam njeri i ndershëm. Jam i ndershëm! Rëgje! Po t'ishe në vendin tonë nuk do të kënaqesh as pak me këto përgjigje që në dhe. Në 43-shin ke qenë një gjeni miruar. Në 46 më blej një shtyp shkoj për disa milion, edhe ku të pjosi këtu se nga të vinë këto aparati më thua që i mora nga një fantazm. Pa emër! Fundja edhe unë dua të di përse dyshoni tek unë edhe jo tek ata. Tek Vandami, tek Simonov. Se mos është fa ynë që na dhe 2 versione lidhur me vrasjen e Kastit? Dhe aq më tepër që këto 2 versione janë kontradiktore midis tyre, me dëshmitë e Blanches dhe të Viktorin. Fundi edhe fjala ime kështu. Edhe Blancheja e ka thënë. Përse nuk dyshoni tek ai? Megjithatë ai erdhi këtu disa sekonda para que estamos. Çfarë? Maskara! Mos e brikosim.
Po ja, more blashe. Ti na the se nuk ka patur krisma në qastin kur Gjermanët hynë këtu, edhe kur dolen më pas me ruzhjen të arrestuar. Po. Ti mbash kësaj? Në mënyrë të prerë. Atëre çështja është fare qartë. Nëse Kastiji nuk është vrarë pas ardhjes së gjermanëve, kjo do të thotë se ai është vrarë më parë. Disa sekonda më parë. Pikërisht në ato pak çaste kur ai kishte ngelur vetëm për vetëm me dikë. E çdo më thënë kjo? Poho e se ti i ke vjedhur para të rritë. Në si mënyrë? Kjo është e zbuluar. Kastiji gjatë kësaj kohe ishte i maskuar dhe do të demaskonte ty. Por ti nuk je në vetë. Ti je dije këtë. Dhe prandaj e vrave pikërisht ti Kastijin. Tamam për këtë. Krimi më vonë do t'u ngarkojë gjermanëve, edhe ti do të dilje i fituar. Po ja, ty me bëni brazë, se nuk e tregon të vërtetën. Ky nuk e bën kurrë sepse s'ka asgjë të shpital. Tibo, ti që më plej mua me një plumë në shpatull. Thuaj atyre. Në çfarë gjendje isha unë kur të njoftova vdekjen e Kastit? Kisha pamje në një vrasësi. Thuaj atyre. A kisha qere në një vrasësi? Te Guevan. Thuaj diçka. Po funde isha unë ai që dash alarmin pikërisht në mbrëmjen e mbledhjes. Po pikërisht sa intim ju mundu të shpëtonit. Dhe pse i gjithë gjatë sot? E po mirë. Me qenë se s'mund të veproj ndryshe. Mario Oktober? Fol. Thuaj këtyre se gabohen. Si të bëj unë që të... Thuaj të vërtetën. Cilën vërtetën? Dëgjo, merë pak zguzim dhe thuaj. Thuaj këtyre që njeri ishte Kasti? Nuk po të kuptoj. Mario Oktober, unë po më morin derin tim. Mbas edhe jetën time. Kujtoj. Kujtoj o mirë kur sille skicat e tua në shtyp shkronjë çdo të martë. Atë kujtoj. Po pastaj? A kemi qenë miq, nuk është kështu. Po, është e vërtetë. Unë jetoja vetëm, isha tip mjaft i mbyllur. Dhe ti gjej mënyrën se si ne të bisedoni. I tregoni njëri tjetrit historira. Një ditë unë të ftova për drek. Një drek shumë modeste. Dhe pastaj unë nisa të mendoj për ty. Të pres ditën e martë. Të pres Mario Oktober. Vazhdo. Pastaj ti më njoftove dorëheqjen. Nuk doje të bashkëpunoje më në atë dyqanin tënd. Dhe përpasoj? Ne nuk do takoheshim më me njëri tjetrin. Nuk do kisha të marta për mua. Atëherë unë ty të kërkova të martohesh. Po ti e di e fort me që një gjë e tillë ishte e pamundur. Ndofta për mungesë parash. Jo. Kjo nuk ishte arsye e vërtetë. Arsye e vërtetë ishte sepse ti dashuroje dikë tjetër. Hë? Thuaj u atyre. Mario Oktober dashuron te Kasti. Nuk është e mundur. E kam kuptuar më një herë. Sa po ja kërkoj që të bëja pjesë në rrjet. Edhe më foli për Kasti. E dëgjoj për herë të parë. Gratë janë të çuditshme. Ashtu është. Unë e dashurova Kastin. E dashurova me një herë dhe nuk e kam zëvendësuar kurrë me njëri tjetër. Ka ruajtur një sekret Kasti. Megjithatë kjo gjë s'ka fare lidhje me çështjen tonë. Ashtu është. Tani radhën e ke ti. S'mund ta mbash më në heshtje. Çfarë kërkoni që t'ju them? Thuaj këtyre çfarë njeriu ishte Kasti. Një qenie jashtëzakonshme. Dakor, një komandant i denj, i parritshëm, i guximshëm, ishte aq kur ajo sa s'bëj, por kishte edhe diçka tjetër gjithashtu. Kishte edhe ai tëmetat e tij si gjithë njerëzit. Në jetën private ishte egoist, një personazh cinik. Ti po gënjen. Ky po gënjen, mos ja vini veshin. Si guxon të flasësh ti kështu për Kastin? E ç'na hyn në xhep në kjo punë. Nëse jemi gjykatës të jetës ti private. Unë nuk po gënjej, unë po them të vërtetën. Unë për lëkurën time. Për Kastin gratë nuk ekzistonin. Ai përpustra ato. Ndaj ti. Mos ndokush ka hapur zemrën. Ti. Të kujtohet kur vije tek unë dhe e ndjej vetëm të mirë? Sa herë të kam parë të shkot. Po fundi ai nuk e kurse të sharret kundër te. Ai më përbuste mua. Ndonjëherë dhe grindeshim sigurisht, pa kjo nuk. A nuk kene ti tek unë pas asaj mbrëmje fatale. Ti je tronditur, flise për vetvrasje. Më thënë se ai donte dikë tjetër, se të martoi gjetën, se të kërkoi një shpjegim të fundit nga Kasti. Dhe këtë shpjegim e mora pikërisht atë mbas dite. Kasti më dha disa sigurime. Më kërkoi të falur, më premtoi. Ai s'të premtoi asgjë. E tani para trego këtu me saksinë më të madhe. Çfarë ndodhi pas alarmit kur Kasti na dha urdhën që ne të largoheshim? Unë nuk doja të ndahesha nga ai. Refuzova. Pra ishe ti që qëndrove vetëm për vetëm me Kastin. Po unë që parë, gënja.
sepse nuk doja t'i përmendja këtë histori. E vërteta e se unë kam dalë para jush. Ti ke qëndruar vetëm për vetëm me Kastilin. Ti po gënjesh. Ndërkohë që ai po rregullonte disa dokumenta në çantë. Kjo është gënjeshta. Unë me të arritur në fund të korridorit më kujtuan shkresat mbi tavolinë dhe jam thyer pikërisht të këtë dhomë, dhe atëherë Kastili kishte vdekur. Është të rreme. Pastaj ishte gjë vënë në pjesë. Më falë, Maria Oktober. Solla aranxhata për ata që kanë eti dhe whisky për pianet. Pa shikom drejtësi. E mbajsh të gjitha atyre fjalëve që the deri tani. Unë thash të vërtetën. Për fjalë të nderit, a mund të betohesh? Betohem. Pra? Që nga pikërisht unë ajo që kam trajtuar jetën. Unë që pata këtë mendim që të mlidheshe. Unë që u thira. Po funda kjo është absurde. Po pse? Pse e bëra këtë? Pse mora këtë iniciativë për një ngjarje që ka ndodhur këtu e shumë vjet më përpara, e që secili nga ju e kishte lënë fare në arrest? E bëra pa ndërgjegje? Nga marzia? Sigurisht që jo. Dhe kjo s'është pa të drejtoj e ti me të ras. Mari. Do të bëj vetëm një pyetje. Vetëm një. E di se përgjigja jote do t'jetë e vërtetë. E vrave ti Kastilin sepse ai donte të praktiste? Unë e kam dashur Kastilin. E kam dashur më shumë se jetën time. Edhe Kastilin tonë. Ai nuk do të mbraktiste kur. A e vrave ti? Ja. Të besoj. Edhe ne, Maria Oktober. Të besojmë. Miqtë e mi, unë nuk e di se ç'ka ndodhur para kaq vitesh. Por ne po i marrim seriozisht të akuzën. Ne po lozim një lojë të rrezikshme, që është e padenjë për ne. Një ditë, ne do të humbasim të gjithë. Ti hapim sy të mirë. Ne jemi njerëz të çuditshëm. Njerëz të çuditshëm që sillemi tamam si putollënj. Jemi gati të shqyem njëri tjetrin. Dhe po ngulim këmbë për një krim. Po kërkojmë një fajtor. Këtu qëndron marzia. Këtu s'ka maskarenj. Po shumë e vërtet. Kur ishi të fshehur në rrugën Sharadon Lagas, edhe unë sillja ushqime nga anë e zotit Marin Valli, ju kujtohet? Unë kam majmun një kontrollor të tatimeve. Se ditë që dhe unë humbi si akuzimin. Ju atëre mbani temrin Aramis? Aramis. Me këtë fytyrë që ka ky për të humur gjurmët. Dashur Viktorin, për fatë mirë ju atëre nuk ju arrestu. Po, një herë. Këtë s'ma të rithën kur, Viktori. Sepse kisha gabuar, prandaj. Shiko, prit okmi, shpikërisht për zotin Aramis. Desha t'ja shpia punatës. Rrugës më kapën policë të veshur civil. Ju pyetën? Natyrisht. Mendova se ishin policë zirman, po doli ndryshe. Si ndryshe? Më thanë se dhe ata bënin pjesë në rezistencë.
Edhe ata thua? Unë në fillim s'desha tu thosha gjë, se edhe unë kisha lidhje me ata të malit, po pastaj... Si? Ju i folët për rjetin? E pse të kisha turp të flisja për këtë? Kur ndodhi kjo? Të kujtojt? S'është e vështirë. Mishin ja qoja kunatës për festën e 20 gushtit, për Zhanën, pikërisht në 20 gusht. Dhe më 21 gusht, në këtë dhomë hyrën Gestapo dhe vrau Kasti. Dhe ja që munduan fare kot. Se ç'thash unë? Të mos shkojmë larg. Je pikërisht ti ajo që ke kallëzuar rjetit e Gjerman. Po ç'ne kur, të lutem marrë. Keni bërë një marrëzi. Ata ishin patriotë në fund, ja s'jam budalla, shkon gjithnjë e kam mbyllur gojën. E po nuk mund t'i flisni kështu, kujdo Viktorin. Edhe ju kështu do t'i kishit vepruar, i them unë. Kujt? Fitureve të mira. Pse thua kujt i birim? Kur po bisedonim, njëri nga mitë e tyre hyri në zyrë dhe njoftoi se zbarkimi kanadezëve në Normandi para ditë kishte dështuar. Të shihni sa u dëshpëruan ata. Ishte diçka katastrofike. Më erdhi shumë keq për ta dhe më lan të ikja. Të shihni sa u tronditën ata. Viktorin, ju flisni për zbarkimin kanadez? Po. Ai ka ndodhur në gusht të vitit 42. Sigurisht në gusht të 42-shit. Po pra, po ardhja e Gestapos këtu, Viktorin, ka ndodhur në gusht të vitit 44. 2 vjet më vonë. Kjo punë është e qartë. Pra, Viktorina s'ka asnjë faj. Si ja u thash edhe unë kështu. Jo, po përse të më akuzoni mua në pikar, përse biri im edhe me reumatizmin që kam, të lutem shumë, po ç'është? Dashur Viktorin, po çdo njeri mund të lutem Reno Pikar, të lutem Blanche, të lutem Marin Von, po çfarë të... Se ti po të lutem. Po si. Sa vajti ora? Të më falni, më vjen keq, por më duhet të shkoj në klinikë. Të lutem Viktorin Pardesyn. Unë nesër në mëngjes duhet t'jenë në zyrë në orën 8. Do të më falni. Ke frikë se mos tëftohet koltuku? Jo. Dhe më falni, po edhe unë kam një gazetë që del pikërisht në këto. Jo, prisni edhe pak. Do kalosam një nga unë? Po, sigurisht. Më shpjerë dhe mua në shtëpi. Pati dhe. Ju lutem, ju kërkoj vetëm 5 minuta. Vetëm 5 minuta. Për 5 minuta gjithçka do të zgjidhet. Nuk e besoj, Mari. E dini? Unë do të kisha dëshirë të madhe që gjithçka të ishte zgjidhur këtu midis nesh. Si në një lloj gjyqi me dyert të mbyllura. Mendoja se në këtë histori nuk do të kërkonim një të tretë që të përziej. Por s'ke që bërë. Këtë gjë e deshët vetë ju. Do të vi një ish armik për të na gjykuar. Ka një njeri. Një njeri të vetëm që e njeh fytyrën e atij që na ka trajtuar. Është i vetmi që e njeh. Ky njeri quhet Wilfried Müller. Është ish oficer i zbulimit të Wehrmachtit. Wilfried Müller është këtu. Po pret lart. E mori dreqi këtë punë. Ka ende kohë që mos kërkojmë ndihmë nga ai. Jo. Atëra që më keq. Zoti Müller, ju lutem.
s'ke qenë, Maskara. Ti do ta thove. Po hajde, besu. Ky ishte kurth, nuk ishte asnjë rrugë tjetër. Trego. Sa ke? Të betoj, nuk e kam bërë për para. Të betoj! Po si? Për dera. Për derin. Do të flasësh të rësirë. Përse në të thove? Pse? Për Maria Oktobër. Po thove. Për ata e vëra Kastinit. Nga dashuria. Nga dashuria. E gjithashtu nga dashuria për të akusove si praset Kastinit. Do të flasësh në të rësirë, ose do të bësh. Lëshoja! Rugje, s'ke se qumbet tjetër. Më mirë në trego të vërtetë, do të ndihmoj dhe unë. Më duket se e ka marrë me mend të vërtetë. Ta ndihmosh, me shqel ma brava po si? Ti e ka dashuruar, Maria Oktobrën, kjo është e vërtet, ti nuk e gënjyer. Po midis dashurisë dhe vrasjes së Kastit nuk ka vetëm tradhti, Rugje. Ka gjithashtu edhe vjedhje. Vjedhje të 3 milionëve. Ti e di fort mirë se në të tilla raste nuk është hera e parë që ndodh që të vidhen edhe para. Di gjithashtu që parat përdoren si mjet për të fituar dashurinë. Po jo gjithmonë, Rugje. Po çdo ti në këtë mes. Pse ta vrasim mendje për këto gjëra? Ma lini mua këtë qelbësirë, ma lini mua këtë qelbësirë të marri fund çdo gjë. Shikojeni. Shikojeni. Ai ishte akoma gjysmë i ngordhur. Hajde, Rugje, pak dinjitet. Thuaj që Kastin se vrave për mua. Jo për shkakun tim. Ai e dinte se kisha përvesuar parat e rritit. Dhe unë e mora me mes ai do m'akuzonte parat e. Dhe ti e humbe mendjen, a? Vajta, e takova të tjerët. Të tjerët. Ato policërat e Gestapos. Shkove ti takosh që të ishtin qafe Kastin. Kështu apo jo? Nuk isha në vetë. Nuk isha në vetë. Të keqen e kam kuptuar vetëm në brendje. Kur pas të vjen për të bërë rrethimi dhe mi të losë tuar. Atëherë erdhën në vetë. Atëherë u pendova. Dhe se ta spagoj këtë gabim, të litoja më të keqen. Atëherë dhash kushtrim. Megjithatë ti përfitove nga rëmuja dhe vrave Kastin. Apo jo? E që rrezikoje ti luaje në 2 tabela. Për Gjermanët zhduke një terrorist, nëse ne të gjithë në akuzove të Gestapo. Po ta marrëzohen mua. Jo, Rugje, jo. Ti bëre sigurar atisa. Dhe na shkove tek ti boqë të ishte plumbin që e kishe shton ti vetes në shpatull. Ti je një hajdut, një tradhtar, një vrasës. E tani molinin të dalë. Matutje? Matutje? Matutje! Apo? Jo, Rugje. Mos më detyrote të qelloj. Nuk do të kalosh. Marinal, me jep çelësat e veturës tënde? Po. Shpejt! Po. Më tutje thash. Çdo të bëni me të? Kjo punë është e gjykuar. Të gjithë janë dakord. Ai do të firmos pohimet e tij. Do të motivoj me të vrasjen e tij. Jo! Juve nuk keni të drejtë. Hajde, shkruaj. Jo, nuk dua. Ju nuk mund të detyroni. Shkruaj. E hum me lojë në Rugje. Askush nuk mund ndihmoj më. Jo. Do t'jetë punë fare shkurtër. Do ta shohësh. Shkruaj. Pohoj. Pohoj se në gusht të vitit 44, kallëzove të Gestapo rrjetin Vajancë. Veç kësaj. Akuzoj vetëm se kam vrarë me duart e mia
komandantin Kasti. Udhëhesin e këtij rrjeti. Hajde, Rozhi, edhe një fjali. Bëj edhe një përpjekje të vogël. I demaskuar nga shokët e mi të dikushëm, vendosa. Vendosa? Të vras vetëm. Jo. Firmos. Firmos! Në emër të cilët drejtësi e dënoni këtë njeri? Në emër të drejtësisë sonë. Po ç'është kjo drejtësi pas butje, pa falje, pa mëshirë? Po i, a pati mëshirë për Kastin? Për shpëtimin e shpirtit. Duam predikime e lutem. Tilo, shuaj atyre të më lejon drejtori. Është vërtet që jam maskara. Po unë do ta shpagoj, të betohem ti bo. Nuk mund të bëj asgjë. Grazie. Ti ke grua si dhe. Ti ke fëmijë. Si dhe unë. Çdo bëhet me ta. Çdo bëhet me ta. Megjithatë nuk jam qenë. Ma dëgjoni këtu. Në qoftë se ju do ta vrisni këtë njeri, sepse sigurisht fjala këtu është tamam për një vrasje, mos keni besim tek unë se do të dëshmoj për vetë vrasje. Unë do të denoncoj në polici. Do dëshmoj kundër jush. Dhe ju I kuptoni pasojat kur është fjala për një vrasje. Simono, unë nuk t'i jap dot mësim ty. I pranojmë të gjitha pasojat. Të gjitha? Të gjitha ti po? Po. Blanche nuk është e vërtet. Po. Vandam. Po. I pranoni së bashku? Ju nuk keni as pak dëshirë ta vrisni Ruzhen. Jacques Castel, I rrjetit Vajans 18 vjeçar, vdiq një internim. Pierre Brunet, I rrjetit Vajans 33 vjeç, u pushkatua. Robert Fleureau, I rrjetit Vajans 54 vjeç, torturuar dhe pushkatuar. Etienne Godot, I rrjetit Vajans 32 vjeç, torturuar dhe pushkatuar. Jacqueline Rivevier, e rrjetit Vajans 26 vjeç, internuar dhe varur. Pierre Casti, komandanti I rrjetit Vajans, vrarë nga një antar. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait.
Tu ferma de la chemin. Unë sa po brava një njeri.